Mirëmbrëma, sonte në emisionin e 4 të Ngjira me Syçin. Ne do të kemi një të ftuar që gjithë e njohim, ka prej vitesh në politik, ka qëndruar fort në politik, ka pasur momente të vështira, por me këmbgulin e tij i ka dalë të arrijë synimet e tij edhe objektivat e tij. Mos harrojmë që politika shqiptare është tepër e ashpër dhe tepër pa principe, kështu që nuk është e lehtë të rezistosh kur je pa kic. Kemi sonte Agron Dukën, një politikan karriere, i cili fillimisht ka qenë me qeverinë Nano, ministër i bujqësisë, më pas krijoi partinë e vet, partinë agrare, unë i them partinë e bukës, për atë të cilën ka nevojë më shumë Shqipëria. Dhe sot është me koalicionin e Shqipërisë madhështore. Zoti Duka, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Ngjira me Syçin. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Ju uroj sukses gjithashtu për iniciativën. Po tash paktën kemi iniciativën. Jo, po ç'është mungon e iniciativa, është problemi që tjetë iniciativë e suksesshme. E suksesshme. Dhe besoj se do jetë e suksesshme. Besoj edhe unë. Ju faleminderit. Zoti Duka, karriera juaj politike është me PS-n, por edhe kur krijuat Partinë Agrare ju mbetet brenda të majtës. Sot ju jeni me PD-n në koalicion. Kush është diferenca mes majtës dhe djathtë në Shqipëri dhe a mendoni se ka realisht të djathtë në Shqipëri? Karriera ime politike faktikisht ka filluar në 2001, jo si antar i Partisë Socialiste, po si i pavarur i mbështet nga Partia Socialiste. Unë jam një nga 2 deputetët e pavarur të asaj kohe, kam qenë unë dhe Nikol Lesi. Natyrisht, duke bërë dhe ministër, u kriju përshtypje që unë isha pjesë e Partisë Socialiste. Gjithsesi nuk më hoja asnjëherë që kam qenë pjesë e grupit të Fatos Nanos, jam munduar që t'jap kontributet mia maksimale, aq sa di unë, edhe në qeverisë, sepse siç e dini, kam qenë ministër i bujqësisë 2001-2005. Më vonë pastaj ne morëm Partinë Agrare me Dalisi, them ne sepse s'qesh vetëm unë, por ishim disa profesionistë, një grup agronomësh, veterinarësh e tjerë, me propozime profesor Xhuvelit, i cili e kishte partinë ato momente, ka qenë viti 2016, po themi një fartisheze, edhe për arsye të problematikave që kishte ai familjare, edhe të moshës e tjerë. Kështu që më propozua nga ana e tij, ne vendosëm që domethënë të japim kontributin në Partisë Agrare Metaliste. Faktikisht s'kemi qenë asnjëherë majta, sapo e kemi marrë nga 2016. Gjithkohë kemi qenë në opozitë fatkeqësisht. Pra kemi qenë ne kemi qenë me Partinë Demokratike, kur kryesohej nga zoti Basha, dhe më pas, pavarësisht atyre që ndodhen, vazhdojmë të jemi në opozitë, tashmë me kryetar të opozitës zoti Berisha dhe të Partisë Demokratike. Po ju keni një filozofi të majtë. Tash ju thatë, domethënë kush si e konceptoj unë të majtë dhe djathtën. Tash me morën përsipër me thonë se ç'është e madhe ç'është djaththa, me thonë drejtë nuk jam i aftë. A mos e konceptoj unë e them. Unë mendoj që, domethënë, qeveritë të cilët kanë politika mbështetëse për një shtresë, domethënë të mesme edhe më poshtë, janë qeveri të majta. Qeveritë që përkrajnë njerëz, individ të fuqishëm e tjerë, sipas me janë qeveri djaththa. Ky është paradoksi i Shqipërisë, se sot kemi një qeveri që e quhet vetëm të majtë, ndërkohë që politikat e saj i ka gjithmonë në shërbim të një grush njerëzish të cilët janë individ fort. Kjo mund mos jetë e keqe, po të paktën të mos quaj vetëm të majtë, sepse është paradoksale kjo, që të mbështesësh domethënë zhvillimin e individëve të fuqishëm në rrjetet politikave tuaja. Po pra. Ndërkohë që ti je në qeverinë e majtë, pra duhet të kesh pensione, ndihmë sociale etj. Pra ato që i shërbejnë masave të gjëra, kjo do të thotë që është ajo që siç u thash paradoks. Mundohet kryeministri aktual që këtë ta elaboroj si temë, që domethënë pavarësisht se ne përkrajmë etj, por kjo i shërben zhvillimit ekonomik të vendit, kështu që në filozofi, sipas tij, ne vazhdojmë të jemi të majtë. Faktikisht, gjithmonë sipas konceptit tim, jo sipas asaj që mund të jetë reale, sepse këtë vlerësojnë ato që janë specialistë fushës, unë mendoj që ka një shkputje kjo e majtë në thojza, sepse është krijuar një brenda Partisë Socialiste,
një grup njerëzish të cilët kanë afërsi apo kanë karrierë politike të përbashkët, edhe janë largu në masë njerëzit që kanë dhënë kontribute për Partinë Socialiste ndër vite. Qofshin këto si përrejme që kam qenë pates partije, qofshin ato që kanë dhënë kontributet të mëdha, pavarësisht moshës. Për shembull, ju e dini, Ndre Legizi, Etem Ruka, Arta Dade, Magjula Krori, tash i ngelen canga këta dhe këto me këtë lloj sistemi që këto kanë stis, i kanë qitë atje në luftë, stis sigur disa nga këto do skartohen. Normal. Edhe kështu që e majta sa po vjen edhe po ngelet vetëm. Shqyqy që kanë dalë ca forca politike të reja, cilët më sa shohuni atë majtë real, sepse duhet që në skenën politike të ketë pluralizëm, të ketë majtë, të ketë djathë, të ketë jam plotësisht dakord. Problemi është i shërbejnë qëllimit të vendit. Në anën tjetër, a mendon se Partia Demokratike që për fillimeve të saj dhe në vazhdim, edhe sot në premtimet juve, është parti me filozofi të djathtë, kjo është paradoksi, po të vesh shreti programin e Partisë Demokratike, dhe me thënë, 100 ditët e para, minimum etik 200 euro, rroga minimale 500 euro, paka ushtarë 1500, do thotë që është më afër shtresave, të cilët përfaqësojnë të majtën. Se po t'i veni re, në shumë deklarate janë, për shembull, supozojnë të hiqet trau i rrugës Kombit e tjerë, pra këto e qenë më afër të majtës. Kështu që është çik paradoksale kjo punë në Shqipëri, unë kështu e konceptoj. Nëse unë mendoj që nuk ka pas vendimin tim se si unë kam qenë politik deri tash. Edhe mund të jem në të ardhmen se jo shumë aktiv, për arsye se unë kam hek dorë nga mandati për të qenë. Mirë që e sollë këtë. Por sipas mendimit tim, unë e gjykoj që ka një farë kontrate në politik. Do të thotë që një grup njerëzish apo politikanësh bën aleancë me një grup tjetër, do t'i përmbahet aleancave, gjë që edhe kjo nuk ka background pozitiv. Si ke e majta, si ke e djadha, ka një që shkelin. Unë për këtë pjesë nuk toleroj, për vetë jam manjak i fjalës së dhënë. Edhe me sa di unë për 20 e ca vjet që unë jam pjesëtar. Që tregon një burrni. Unë kam majt këtë, kontratë që po themi, të aleancave. Jo kështu fluide, po aleancave reale. Tashi se sa kam unë përfaqësuar majtën apo djathtën nuk e di. Shumë njerëz më thonë ti je i majt, sepse mënyra e komunikimit për kraje edhe vetë Partia Agrare si mundën të jemi tillë, po nga ana tjetër edhe unë jam si qenë paradoksale sepse vi nga biznesi i madh kështu. Mirë, po nuk do thotë ka. Ti si specialist i mirë mund më japësh me qenë për saktim jam i majt. Po thotë si jo që je biznesmen dhe je po dëgjosh me dy komat më mirë është. Po. Jo. Ti sollë një gjë në vëmendje që ti hoqe dorë nga deputeti. Sot kemi shumë njerëz, duke filluar që nga liderat, pastaj politikanë, që kanë 35 vjet me poste në parlament dhe nuk sjellin asnjë gjë të re. Në të kundërt e kanë varfëru, jetën parlamentare edhe ka sipas dhe që ta marroj, ju dhat një shembull me të vërtet pozitiv, se të gjithë thojnë me fjalë fusim të rit, po asnjë nuk lu nga ajo çka ka qoftë një parti sa i mikrobus nuk luajnë duan çelësat e asaj partie. Pra i vetmi ju si shembull që dhe Fatos Nano kur u tërheq nga politika, dhe desha të kërkoj edhe mendim tuaj për Fatos Nano, nuk tërhiqet njeri. Edhe si do ta rigjenerosh ti politikën. Unë nuk jam dhënë për atë që ta mbyll, që nuk do të thotë që të hysh në politikë dhe të morësh pozicionin politik vetëm se je i ri. Duhet të kesh dhe garë, duhet të kesh dhe kompeticion, duhet të kesh edhe vlera, duhet të kesh dhe aftësi, se tash edhe kjo ka pru disa anonim politik që si njeh kërkush. Nuk kanë bëj gjë në jetën e vet. Se politika nuk është ti mund të jesh shumë i mirë ke kompjuteri, po politika do dhe i qik karrizëm, do dhe i qik të kesh akte publike, apo jo? Gjithë to që thotë janë të vërteta. Shembulli im është për të ndjekur për një pjesë mirë deputetëve të Shqipërisë. Se faktikisht ka deputet moshës time edhe më shumë se unë, majtës dhe djathtë. Që si e i vjetës, e i moshë jemi. Po, relativisht i madh jam edhe me goxha eksperiencë politike, të cilët fund edhe nëse hikin nuk prishin në i punë sa parlamentit. Edhe unë e them sinqerisht këtë. Sepse përveç ti s'ka nevojë me thonë sinqerisht se ti e bone. Jo, edhe nëse unë dola nga salla parlamentit,
edhe domethënë nuk i leni i boshllëk të madh. Po. Edhe si unë ka plot atje. Pavarësisht unë kam anë tjera pozitive, marrëdhënie me njerëzit, ku di unë, si natyrë, si background. Je njëri i pëlqyeshëm, për ne po thënë që je shumë social. Por nuk do të thotë kjo që njerëz të cilët kanë moshën time të gjithë duhet të kenë të njëjtin mendim që duhet largohen nga parlamenti, se aty ka megjithëmen, domethënë figura të cilët lejnë boshllëk parlament, siç është Dashja për shembull. Apo ndonjë tjetër. Unë me Dashja jam moshatar, po Dashja është një nga parlamentarët më të mirë që ka parlamenti shqiptar, i cili në çdo seancë parlamentare është aktiv, edhe jo në që është aktiv, po është i përqyeshëm dhe i dëgjueshëm nga njerëzit brenda asaj salle, po dhe nga publiku. Dashja jo vetëm kjo. Kështu që kjo nuk do të thotë që është postulat. Jo vetëm kjo, po Dashja ka kredibilitet. Nuk është fol për korrupsion, nuk është fol, jo, po është e vërtet. Ka kriju një profil. Mund të ketë të tjerë. Po ka dhe tjerë, por ka dhe nga ato që unë s'po hymet për me emra për e ti, që janë, e kanë bo balt, nuk bëjnë asi jo, ka kaq vjetë që rrinë në parlament. Shumica duhet të rriqen, sepse nëse ne nuk të rriqemi, atëherë se theti ato të rritë duhet të provohen, duhet të japin, po si të provohen ato kur ti i vetë tapën. Këto partit e nivelit tonë, këto partit alternative, po themi ne, se njëllim kritiko kur them të vogla, dhe me thonë. Që faktikisht e nge morë 25% vota në zgjedhjet vendore, dhe me thonë janë relativisht mirë për kaq votuese ka Shqipëria. Pa partit alternative, nëse janë 4 vjetë, punojnë vetëm për kryetarin, atëherë dhudhoset shumë, edhe si me thonë, nuk ka më motiv, nuk ka më gar, nuk ka më shpresë për ato që në këtë mënyrë, kështu si që bërën të paktën, ne kemi vendosur 9 kandidat në listat jashtë, cilët janë të ri, pavarësisht të ri me përvojë në fushët e tyre, pa shumë imazh, sepse kjo politika ka gjotë keq që do imazh publik për problemet. Nuk e kanë, por në moment ta eksperimentojmë, do ketë gjithmonë një herë të parë. Me një moshë mesatare 35 vjeç, edhe unë jam i sigurt. Nuk e di se sa nga këta mund të konvertojnë votat në mandate, por jam i sigurt që Partia Agrare Metaliste me këtë që ka bërë, që do ta shohim mbet për të parë, do të jetë, besoj, ke partitë e para në numër votesh. Edhe për këtë fakti. Se nëse do vazhdoshim, domethënë që Durrës agron duka, atëherë njerëzit do pse ka 25 vjet, 30 vjet fytyrën e këtij të shohim ne. Shohim një tjetër. Ka tjerë që kanë 35 vjet që ditë e parë. Por ka dhe tjerë, domethënë, thashun ty, ka tjerë cilët plakën politik edhe e meritojnë, sepse janë shumë më të zotë se sa ne. Siç morëm Dashën. Po nga ana tjetër njerëzit e zakonshëm morën Dashën, apo ndonjë tjetër. Nga ana tjetër njerëzit e zakonshëm, cilët natyrisht kanë bërë një jetë, sepse janë 3 kategori parlamentare. Një kategori që janë shumë aktiv, siç është Dashi, siç aty etj, apo Berisha, apo Rama. Nëse Berisha nuk mund të krahasohet me figurën e Dashit në anën e pastaktit. Jam të thonë për që janë aktiv vlla, janë gjithkohën, domethënë merren me punë. Ka një kategori si Burahime, të cilët flasin me raste kur kanë tema të caktuara, që janë të ndjeshme për ata vetë, siç janë bujqësia, blektoria, ndonjëherë edhe sporti për mua. Ka dhe tjerë fare, që është rreth një, domethënë 70%, cilët s'kandoni fjalë. Asi njefkush s'kandoni fjalim. Dakor. Edhe kjo kategoria që si njefkush keti sa dush, gjërat e sa vjeçare që mazallah se të rriqen, sepse kanë vota, se kështu është politika. I përkthejnë votat është edhe sistemi mendoj që pa dyshim sistemi, po qitet e majoritari po deshe, janë po ato që e morin. Se një gjë, ka sipas konceptit tim gjithmonë, ka gjë që përgjithsisht politikanët e një kombi shprehen, si me thonë, atë nivelin që ka vetë kombi. Ne të tillë dhe jemi vlla, edhe, si me thonë, votojmë ato njerëz që janë afër nesh. Merr ti, ku di unë, merr një shkencëtar, po desh e njoh, unë miqtë e mi shkencëtar, po kap një emër Pandi Zdruli, i cili është profesor doktor në Bari, ka shëtit gjithë botën, nuk e voton njëri vlla, nuk e voton njëri, se larg mentalitetit. Po të shkoj unë jam i çik më afër. Se unë jam profesor doktor. Po të shkoj, po ka në një tjetër, për shembull, ka marrë 5-16 vota, ka një që s'ka fol fare. Po është më afër akoma. Shu s'ka çit bë. Ti thua si thotë Lymalla, mill misri, buk misri, s'bëhet buk e bardhë. Nuk bëhet, duhet mill gruni, po buk e bardhë. Okej. Tashi me këtë nuk duhet të fyja. Po ky është emancipimi në Zvicër.
nuk mund të votohet për shembull nivele të tilla ku. Absolutisht. Kështu që në Zvicër të shohin background-in CV-n se sa gaz shkencore ke, sepse merr me cilësinë e hajrit. I ka kalu probleme të tjera të bujqësisë, lektorisë, bujqësit, rrugët. Është zhvillimi përgjithshëm, ne nuk më krahasohem me Zvicrën, ne kemi 30 vjet. Ta puna këtë argument për të thonë që këto që janë nuk o faj këtyne. Kjo është situata. Shtoj edhe sistemin. Sistemin. Kjo është fare blos ky lloj sistemi, ky kod zgjedhor. Ti je sigurt ti mos prit në një nivel të jashtëzakonshëm të parlamentit tash. E besoj këtë. Dash një gjon fal, se na morën në dash. Një jeni. Po. Gona fole ju jeni agronom. Çfarë mendon me lëvizje demografike që kanë qenë prej fillimit dhe me lejimin që i bën rrëmbimit tokave, zaptimit tokave, ku secili ndërtoi si maqefit, ku deshte si deshte. Dhe ju e njihni këtë, se jeni agronom me eksperiencë, a mendoni se është shkatërru struktura e tokës Shqipni për të kriju toka, domethënë ti ke qenë jashtë, ti e di, ka një sistem se si bëhet fshati, se si lejohet toka bujqësore, ku lejohet toka përpara shtëpisë. Dhe struktura e tokës është koncept tjetër, do thotë që domethënë është tokë lymore, argjildore, po, nëse ta struktura tokë kuptimin se fjalën, domethënë që ta përdorësh tokën në vitet abuzive, kur qeveritë tona të majtë dhe djatha kanë tregu dobësi, natyrisht që kanë shku në dëm të bujqësisë në shkatërimin e saj. Sepse ne për shembull kemi pas shumë përmbytje, ndërkohë që kishim kolektor, kanale sipër të cilët kishin ndërtu, edhe unë kam qenë ministër bujqësie, në atë kohë morë me prishjen e këtyre shtëpiave, ku ne u ndërtesëm. Shkatërruan, kur thotë shkatërruan kanalet, pse do shkatërroheshin? Megjithatë, ndër vite, sipas me, domethënë mas 90-s, bujqësia në shumë koncepte ka përmirësime. Sepse rendimentet nuk kanë shkallë krahasimi ato që kanë qenë. Për shembull, nëse ne, kur kam qenë agronom, në 1 hektar vresh me 25 kujtal për hektar, unë kam qenë këtu diku afër Shijakut, në Çizmelia, në qytet. Edhe kam pas edhe një sipërfaqe toke me vresh. Sot merr 150, 170 kujtal për hektar. Në kodër merr 70-80. Domethënë, jo vetëm ashtu rendimentet, po teknologji. Teknologjia pra, ka të bëjë me teknologjinë. Gjitha. Po mirë, po kapësh vetëm preparatet kimike që përdoren, insekticide, fungicide, ka një lëshim të jashtëzakonshëm. Domethënë, ne dikur kemi përdorur Rogor ose Novacron 0.2% me një karencë 21 ditë, një karencë do thotë pritshmëria, mas 21 ditë ti mund ta konsumosh atë produktin që e kishe bë. Sot përdoren me 0.01. Edhe karencë më tjetë 2-3 ditë, ta kupton. Dhe janë dhe selektive, që nuk i bot dom për shumë njeriut. Mos ka para negative, se i kapim sa dush. Po gjithsesi, në një farë mënyrë ka, si me thonë, zhvillim. Por, nga gjitha qeveritë, majta djatha, nuk është pasje prioritet gabimisht. Si pas dhe bujqësia është një prioritet, se është ka bërë me bukën. Neve, po fuz dhe vetët, ne buqit, i japim, dhe më thënë, 20% të GDP-s. A kuptoti që s'ka dek tjetër, përveç besoj turizmit? Po s'ke gjë tjetër, industrisë ne kemi 20%. Amo në jep shteti, për shembull, viti që kaloi kemi pas 134 milionë euro buxhet në Ministrisë Bujqësisë. 134 milionë euro? 134 milionë. Në jep shteti 1.7%. Unë jap 20, ti më jep 1.7. Po pse se ne në normal? Po se unë ka dal goja mbrapa, s'keni gjuti, po unë pa kur bujqësi këto i kam thonë. Unë bile kam para sa po ka fillu mandati, kam paraqit një projekt për bujqësinë me disa pika, projekt i cili nuk u hull poshtë nga asnjë. As ka të marrë, as ka djatës, po nuk kaloi asnjëherë. Bile asnjë nga pikat. Jo, unë këtë ti e njeh se ke profesion edhe këto shifra janë po pra. Duhet alarmante, domthon ti jep 20%, ato të japin 1.7%. 1.7. Paktën kthej vlerën që ti jep. Ja, aq se s'ka mundësi gjënë se pse del deficit, po problemi është që të shkojë 3.sa. Nga ana tjetër subvencionet në bujqësi, unë edhe kur kam qenë momentin që isha bashkëpunues me Partinë Socialiste dhe bënë program Partinë Socialiste, gjithmonë kam ulkëm që subvencionet duhet të jenë direkte. Që do të thotë, çdo njeri që merr bujqësi dhe blegdori, për njësi prodhimi duhet subvencionohet. Jo me projekte siç janë sot. Jo me projekte, ka një zyrë quhet AZBR-ja. Shkon atje, mirë po ka fermerë që janë të kualifikuar ose paktën din të shfrytëzojnë mendjen e tjerëve.
shkojnë, aplikojnë dhe mund të përfitojnë. Por ndërkohë ne kemi 72% fermerëve kemi informal. Informal. Po, që në moment pak të skualifikuar këto lloj projektesh, se puna parë që do të kërkohet formaliteti. Do të kërkohet certifikata pronësisë që ka probleme të mëdha. Kurse kështu si them unë, jo si them unë, po do të thonë që thot PD-ja tash, cilët ne ja kemi një këtu PD-s edhe PD-ja e ka, domethënë e ka thonë kudo, edhe Berisha ka thonë, që ne jemi për subvencione direkte, që do të thotë regjistrohen të gjithë njerëzit që merren me bujqësinë e blegdori, kaq grur, kaq misë e tjerë, dhe ka një regjistër të madh dhe aty jepen kompensime për çdo kilogram prodhim apo litër qumësht. Kjo nuk është një shpikë jone, se kam bëhen, por e bën gjithë vendet e rajonit, duke filluar nga ato që kemi afër fare, Maqedonia, Kosovë e tjerë, ne nuk e çuditërisht nuk e di pse se bëjmë. Domethënë ne kemi ngulkom gjithmonë që të bëhet e nuk e bëjmë. Them gjë tjetër. Është politikat fiskale në bujqësi. Ne kemi thonë edhe fatmirësisht në këtë iniciativë më ka mbështet shumë herë në braçe, shumë gjithkohon. Bile di që momentet e fundit parlamentit ka bëu edhe sharm ato vetë. Se ka po publik, nuk se ka po... Tashi, ne këto eksperimentu një gjohë, dhe më thënë, grumullusit i blejnë produktet bujqësore intelektuale me 0% të vëshë, edhe i kërkohet rimbursimi 20%. Kështu që produktet tonë të vëndit ngarkohen fiktivisht me 20% çmimi. Këta e bëhen me idenë që kështu ne i subvencionojnë këta. Fatikisht nuk i subvencionojnë, por i diskriminojnë. Edhe tash janë drejtu nga importi grumullusit, sa thot pse të paguani 20% të venit, unë shkoj nga importi. Edhe kemi një rënje të numrit blegtorisë në mënyrë drastike. Edhe kemi një se çeni jashtë. Po jo, i kthen importit. Pse do ta blej këtu kë? Ky do ta marrë me 0% dhe kërkohet rimbursimi 20%. Ai e ble prej atje. Edhe për këtë ne kemi kërku 4 vjet rresht. Siç thash, ka pas edhe element më ndërto bindën sy ky braçe, mbase i mbushet mendja kushdo që të fitoj këtë duhet të nëshkëti politikë fiskalis është diskriminuese për bujqësinë dhe e penalizon jashmase. Për cilën grumullusit i drejton importit. Tash unë e kam thonë bile dhe parlament, po se përmerr edhe këtu këty dhe më kam thonë këtë diku e kam lexu. Do të thonë Churchill thotë kështu. Nëse diku thotë ka një tabelë që thotë ndalohet duhani dhe aty shifin 2 vetë të pi duhan. Penalizon këto 2 i vetë gjop. Ama po shkuan imi vetë të pi duhan aty hiqi tabela. Po që tabela se ke boli një gabim. Po dhe ti, a e kuptoti që janë ngret gjithë fermerët shqiptar vetëm për këtë problem? Vetëm për këtë. Vetëm për këtë problem. Morë janë ngret në protesta, morë kanë hull prodhimet e veta me këtë me parrudha, por me këtë që po them, me nyshimin e të vëshës, barazimin të vëshës shit dhe vlerë, ti nuk e nëshop pse se ke marrë herë vendim, po ka që gabim në zotëri. Ka dhe probleme tjera. Ka që Ronës më ndryshu ky vendim kur e kuptoj që ka qenë gabim? Unë kam përshtypjen që ndonjëherë pushteti i gjatë, pavarësisht se me ty unë këtu besoj që nuk kemi të njëjtin mendim, pushteti i gjatë të largon nga realiteti. Shumë. Patëm pushtet gjatë edhe Berisha. Ja nuk është në po i kanë tet prap pushteti gjatë. Po çfarë do të bëj provat e Berishës i dim tash? Ta them unë ty pse ndodh kjo, se nuk notë me fotostat. Pse ndodh kjo? Sepse unë kam bisedu me ministrat. Edhe këto që kanë kalu, edhe kjo aktuale, do ta flas, do ta bëj, nuk shkojnë me gudu, me shku si më thon me asqaru, po. Sepse janë larguar, po të them pra. Unë për shembull me Vatos Nano. Jo se nuk kanë integritet dhe nuk kanë ish kryeminist Vatos Nano. Po të them me shumë sinqeritet. Çdo lloj iniciative që unë kisha që buronte nga kërkesat e fermerëve, edhe nga specialistët, shkojsha, i argumentosha në rast se bindesh që është për të mirë, thot, vazhdoje, boje. Kurse këto janë largu, po kanë frikë me i thonë, po janë nuk është. Ata kanë frikë, po nuk kanë liberalizëm, jo se Fatosi ka qenë dhe specialist, nuk ka qenë. Patjetër me njëri shumë i aftë, shumë i kualifikuar, pa ne desha të pyes kush ka përshtypje për Fatosin. Përshtypje të mirë për atë, përshtypje shumë të mira, njëri jashtëzakonisht i mirë, me komunikim fantastik, njëri që nuk korren, njëri nuk ka aciditet, nuk ka të keqe brenda vetes. Më thënë, lumë ato që kanë jetu në kone Vatos Nano, se ka qenë ma mirë Shqipëria, si pas meje. Tashi, me që erdhe ke Berisha, ka qenë pikërisht ky Berish, që ju ka qujt ju duka krimit. Po, qarë thot sot? Berisha mu... Pak në falja ka kërku, sa ju ka një periudhë ju ka ra. Ju ka ra pa pushim, parlament s'pushoj dhe duka krimit. Një 2 vjet rresht.
Domethënë Duka Kri, klani Zemunit, bile maj men një rast për shembull që ishin zgjedhjet vendore 2003-shit. Edhe unë takoj një nga këto shokët e mi të PD-s. I thash, ore, po ky çka ka gjithkohën sharmu. Më tha, o gore, po s'ka faj, tha, ti mirë që i more bastionin e djathtë atje, po ti do me more dhe Bashkinë e Qiakut dhe Durrësit, tha, sepse kandidojshin punat im edhe një shoku im i ngurës i cili si tonë mon Qiak. I thash, unë thuj, thash, mos ngasi, se nuk e shaj mo. Edhe i doli atje në parlament edhe filloj të thonë, Zemunar këpëdar, si që kishte. Edhe u këthy nga unë, tha. Magazina do kanë normal, su kështë magazina do kanë normal me gjithë, të morë me normalisht në atë kohë. Edhe desh me thonë Duks, mirë po të i kujtu që këshim bëgë të dhe mërveshe, afre me ishte kjo Leskaj, edhe arta date, tha, magazina do kanë normal, tha, Leskajt. Vali shka duke të kom, ua tha, unë magazina do normal, po ti tha. Edhe u presh parlamenti. Jo, për këtë punë, unë nuk po them që... Dasha, se ka dhe një loj, ju folët me drejt për burni. Ta shqip, ta thash jo pa qëllim këtë që ka thonë për ju, po problemi është që ka thonë për Ilirmetën, që ka thonë për këtë, që ka thonë për këtë. A mund t'i besohet që njëri jo? Thot avokat Gjela, thot, a më pyjtë zëtëri. Prit për gjithë, se se ka maru. Të që kujti besosh, a ti besosh e dramës, që Ilirmeta, me sa mba e men, ka thonë, ky njeri i cili akuzoi babën e vet. Nëse jam dakord. Se nuk e di ma është e vërtetë. Po sos stresosh, çon si ka. Për fëmijën e vet. Ky i pa skrupull, ky i pa cip, ky kështu. Edhe shkoi, boni ortakri, boni qeverimet e pse e boni? E ku ka moral kjo punë çuçi? Jam dakord. Se ku dash me pak e Berisha ti Berani. Pse nuk e shef ke këto tjerët ti? Jo, shef Gjerani, po unë. Ky kur ka pas nevojë për pushtet, ky e drama. Nuk ka lon njëri pa afrua për vetes. Pavarësisht se ka pas kundërshtar, e ka sa apo ka afru. Dhe kjo politika shqiptare. Kjo politika, pra. Po, kjo politika shqiptare. Me këtë që thash, dhe kjo politika edhe në Amerikë, Clintoni me Trumpin ishin miq, mas e çfarë shan. Po një nga arsyet, domethënë që unë nuk kam qenë shumë i suksesshëm me këtë lloj. Se ke burnin që thotë kur. Po nuk e njoh të lloj retorike, unë nuk di ta. Jo, për këtë domethënë ti kur nuk ke marrë dhe unë jam me qira mohabeti. Ti thën fillim të emisionit që njëri që i ka regjistruar të tjerë, unë kam regjistruar deputet kam qenë, unë kam qenë një koministër, kam fitu betejë të vështira elektorale, kam një eksperiencë të madhe, natyrisht elektorale më shumë. Edhe si deputet si ka puna. Po padyshim iki nga politika një ditë, ose largon nga politika aktive dhe nga deputatliku, gjithsesi me një notë bitet. Po s'po themi që jemi. Po e tregon dhe vetë faktik njerëzit që në rrugë kur i shohin. Po, që kanë respekt kjo mund vje bezdi kur vitu të më thonë sa vje më thonë, o gëna desh me thonë gjë, mos më thuj babaxhoni them, atë desh me thonë. Po je, se kur thon babaxhan, e burri mi ngelesh aty. Po. Dikush ka këto predikave me eksperiencë shumë ka pas thonë që ti ke të me të modhe. Pse thosh, do të më bëj çfarë miq? Me gjithë miq tha nuk ka se do të përpara. Me gjithë. Po e vërtet. Tashi gëno kush janë pritshmëritë tuaja për Partinë Agrare në koalicionin Shqipëria Madhështore dhe vetë pritshmëritë për opozitën shqiptare që është Shqipëria Madhështore e Sali Berishës. Dhe një gjë du të pyes ndjedhe me këtë pyetje, çfarë koalicioni ky gën kur mrena këtij koalicioni ti ke çamt, ke edhe duljen. Tash e di mos po hem kush o dulje, si o dulje që ka ato pretendime që ka qoftë për Himarin, qoftë për autonominë, qoftë për këtë. Dhe ky tjetri çamt, domethënë, a ka seriozitet se ka disa jam dakord në politika, ka retorikën, ka këtë shami, po ka disa gjona që nuk kalohen. Dhe nuk besohen, si ta besojnë kur këto dy janë brenda një koalicioni, njëri që do me ja fut thikën Shqipënisë, dhe kjo, ku po e them, kam thonë gjithani, kjo tërë për mua që dulet tallet 35 vjet në politikën shqiptare me shqiptarët, dhe në anën tjetër kemi këtë që pretendoj që do të marrim drejtat e çonve dhe janë në aleancë në një Shqipëri madhështore. Duket atë çik që, do të thënë, ideja ka qenë që të bashkohen sa më shumë forca për arsye të gjendjes opozitës, sepse opozita fragmentarizu, pati shumë probleme, në këto kushte, besoj edhe me një këshill këtyre që merren me këtë punë, besoj që ideja ka qenë që le të bashkohen pavarësisht problematikave që kanë. Se po ta shohësh kështu
ka shumë aty brenda që për shembull Ilir Meta ka një të kaluar të majtë. Unë po ashtu. Do të thonë janë kapërcyer. Mirë, kjo është tjetër gjë. Po kjo që të njëri është po këtë për kjo në Shqipënis. Nga ideja për të mbledhur ka njëri lokalin e trojës Greqisë, tjetri thotë do të marrë çm. Po ka nevojë në këtë gjendje që ka opozita, ka nevojë qoftë edhe primi vota. Kjo është ideja sipas meje. Fund se kanë bën këtë lloj koalicioni. Unë jam pjesë e koalicionit. Po të pyes si pjesë. Kurse pritshmëritë për partinë. Po ta filloj nga e dyta, domethënë pritshmëritë nuk di ta dalloj. Se nëse shohim sondazhet, janë shumë lak me pikë PS-ja me këtë aleancë për Shqipërinë Madhështore. Po dhe vjen re ka, domethënë, bile disa sondazhe që janë të frikshme, domethënë ai qesin opozitën këtu në Tiranë me 2-13 deputetë. Ndërkohë, sipas meje, në për takime shoh një gjendje tjetër. Mund të ndodhi që duke qenë që kanë shumë kohë pushtet, edhe nga frika asaj që nuk mund të fitojnë prap, ka shumë njerëz që shprehen ndryshe edhe mund të veprojnë ndryshe. Kështu që mund të ketë edhe një rotacion, këtë nuk e them, nuk e di. Por, për sa i përket Partisë Agrare Metaliste, këtu flas me kompetencë plot. Neve kemi 9 kandidat lista jashtë, nga të cilët 5 i kemi potencialisht, domethënë në tendencë për të marrë mandat. Mund mos marrë asnjë, por këto të 5 ne punojmë shumë. Që fillon nga Shkodra, Matilda Matia, është jashtëzakonisht e mirë. Pëlqej ajo se kandidate. Besoj se e kanë ndjek edhe në Facebook. Po, e kam ndjek, po. Edhe televizionet e kanë marrë, është artikulume, është talent për politikë ajo. Tash se sa del, as del nuk e di, po bëna shumë seriozisht, po shkon deri në derë. Edison Dozhin Lezhë, është ideal 33 vjeç edhe ai jurist. Në Durrës Dret Pietri, ardhur nga Merdita, lindur në Durrës, 33 vjeç edhe ky, ka qenë dikur kryetari i formuar lirinor të Partisë Demokratike, është për Partinë Agrare Metaliste në Garë. Artan Liça në Vlorë, jam i sigurt që nga lista hapur është më e mirë. Besoj, unë besoj shumë që kur të dalin rezultatet, ka për dalë kë më të mirë. Një e ketë garantuar. Po se si dalin atë nuk e di. Edhe e fundit është, pastaj, kjo që ne po luftojmë shumë, Elton Roshi, që janë atë mohët për shkak të Elvis Roshit në Tiranë. Ata kanë, them ata sepse Ervin Roshi është kushëri i këtij, edhe normal kanë dakordsu njëri me tjetër po animon fushat. Kjo nuk është hera parë që ndodh kjo. Ka njerëz me bindje të majta apo djatha, që kur njëri afër i del fushat, e mbështet dhe animon e tjerë. I cili jam i sigurt që vjen. Ne jemi ke bugaministër, s'ka bindje. Vjen, po jo, kjo ndodhet nëpër botë, ku do ndodh kjo që tash ai vjen nga qarku nga zona Trumpi ka qenë me demokratë, u kthye për plan, mori Trumpi. Ti di më mirë këto. Atëherë ai vjen nga ne, besojmë me mbi 5000 vota, këtu në Tiranë natyrisht me strukturën e Partisë Agrare Metaliste, me përkrasit tanë, edhe ai vet, unë besoj që ne jemi konkurrues. Tash si do dali PD-ja, nëse PD-ja lakqof del ka me 2-13 mandate, atëherë është pa mundur. Nëse del sipas asaj që ne mendojmë, mbi 5-6 mandate. Si realitetin. Po realitetin unë asimiloj ndryshe, e perceptoj ndryshe. Nuk më duket më realiteti ashtu. Më duket plotësisht e egzageruar kjo. Që thushi PD-ja këtu në Tiranë del me 12 mandate, po del edhe është alogjike, kupton? Mirë, po themi që këta i qesin si Gogol Berishën sepse mirë, po votojë mua siç thotë ky jetë çyrik, se do vi Berisha atje. Po okay. Po edhe ti Po dhe ti, si vi këtë ushtu mandatet, ty të ushtu kumët e dardhat, burg, e ti vi këtë ushtu mandatet. Po si më po na fysi komër, burg? Ka një jo, jam dakord këtë thot, po edhe ky po vje për herë tret, kur ka 2 mandate katastrofë. Voto Partia e Reja, pse do të fitoj kë? Po, jam dakord voto. Po si voto kë? Po pse kaq po dhe shqiptar? Jo, gon ti e di si funksionon në Shqipëri. Vani minutë. Jo, unë mendoj që Berisha. Jo, më mua më pyetje, jo ti vet. Fol për ta them, bëjmë çik debat. Nëse këti janë kap shumë njerëz që i kanë burg, edhe i kanë vazhdimsi nga spagu shumë mirë drejtësia re që i ka bërë këtë punë. Nuk mund të shfaqsohet me atë që unë nuk di gjë se çka kanë bërë këta. Sepse unë kam qenë ministër 4 vjet. Një vendim i VKM quhet kjo, vendim i Këshillit të Ministrave. Një VKM nuk mund të merret nga ministri kur nuk ndodh, s'ka si ndodhi.
drejtoritë përkatëse i marrin mendimin Ministrisë Drejtësisë, i marrin mendimin Ministrisë Financave, masi thotë okay, ja çojnë kabinetit kryeministit, thotë okay, shkojnë në qeveri, votohet qeveri, nëse votohet, Tostan s'ka votu kur, për shembull, do të dakordsi. Po mund të votohet, masi votohet quhet VKM, vendimi i Këshillit të Ministrave. Ti më thon mua s'digjon për lirë, bëj s'digjon për s'ka mundsi. Nuk ka mundsi, nuk no. Jam dakord. Atëherë ky popull këtë herojin e madh që i kanë hor kumbandar, prapë të votoje. Edhe mirë se votoka, jam dakord që votoka. Po të votoj çik në Rami, si e votoka ngritë kë. Tash Unë se kuptoj këtë ngritje. Ka një jo. Pse nisa me ta thonë, se edhe ky tjetër alternativa është provu. Kjo është Berisha, është provu. Berisha i ka president është provu 2 mandate si kryeministër dhe ka bë katastrofa gon. Tash nuk mund falen piramida, nuk mund falen Gërdeci, nuk mund falen Aqua Pasata. Dëgjoj këtë gjë. Unë po them gjë që problemi është jo me çfarë them unë, po populli është shef vëlla. Tash i kemi njël këtu. Midis këtyne, se këto janë realisht. O ky. Pse rëdha? Po se kështu voto ky popull, se ajo që thotë jam dakord të votojnë për partinë agrare 70%. Partinë agrare aty më le të votojnë. Po pra, problemi është të shohim realitetin. Non kandidat kanë. Këto dy kanë ato militantët e vet që kanë kontingjentet e veta. Kontingenti socialist o më i madh ti e di vet. Ka një organizim më të fortë. Tash pa dyshim që pushteti i gjatë, gjitha skandalet e tij të konsumojnë. Qenia gjatë pushtet këtë e ka. Po mirë po ku është alternativa re, më do shkosh prapë aty ku ke qenë? Do shkosh prapë aty ku ke qenë dono. Me Berishën do shkosh aty ku ke qenë. Dhe që ta themi drejtën, këto janë shumë primitiv. Këto Berishë këto janë frikshëm, jo. Qenia gjatë pushtet këti i ka psu në ushime negative. Sepse unë e njoh atë edhe në periudhën që ka qenë kryetar bashkie, ka qenë rebel, ka pasur një mënyrë komunikimi jo shumë të lehtë, po tash je kryeminist i Shqipërisë. Këto që i nodhin nuk i nodhin rastisht këto lapsuset. Sa i thot ka pas lapsus e thash autik për shembull. Apo lapsus se thot apo drejtohet njerëzve kush voton kundër me është çyryk. Apo ku diun se çfarë tjera. Këto nuk nodhin këto, këto nodhin sepse ka fituar një besim të jashtëzakonshëm që vetë s'do më ditë fare. Nuk do me di se çfarë thot. S'do me di çfarë bë. E ky popull i pranon këto ti? Po mirë. Unë nuk besoj se ka vetë pranon. Ke për ta pa atë që nuk do të dalë ashtu si mendon ai. Përse për këtë Berishës. Prit ta them me Berishën se nuk ka se kam unë në gjë. Domethënë duan më shumë Berishën se Rama si individ. Nuk ka të vërtetë. Jo më e di atë. Ashtu. Unë po them këtë. Berisha u rikthy në politikë për fat të atij për arsit vet. Sepse i për arsi ka dy opsione që nxjerr. Një që ka bo gabime tjerë zakonshme. Dhe Berisha i dite. Falë pra një. E dyta, që thot, unë e kom posëm ka shty Berisha. Kjo budalliku më i madh. Që unë t'jem i pari kësaj pune. E të më thush ti mu më shtyu e i s'ka qenë i pari, mos e vë me veten tate ti mërgon. Po i s'ka mëre i... Po si që, të me gjus do. S'ka qenë i pari, se s'ka dit me qenë pra. Po pra. Po s'gabim pra. Po pra, po ky e vuni pra, pa ne e vuni që. Duhet të mu s'tpyes fare, sepse unë e mi pari kësaj pune. Po. Edhe ti do të mash përgjithësi. Fatura edhe përgjithësia është ajo. Jam dakord. Masi kjo bot cop, s'kishte asnjë tjetër nga këto që ishin trek. Nuk ka jam dakord. Që ta bashkote opozitën edhe ta kërcënote këtë lloj maxhase për ta rrëxuar. S'ka asnjë. Gon po pyesi pyetje, a nëse Partia Demokratike ka demokraci? Berisha gjithkohën ka thonë edhe thotë që nuk vi për pushtet, nuk vi për luks etj. Edhe ku e diti që Berisha mund të jetë pavarësisht se këto të tjera që rrinë rrotu se kështu është kjo. Kush i pare kështu i thonë dalë, kështu thonë mua do të mitër. Po sheti ka marr fund pa, nuk ka vërtet, mos pa mush men. Po unë jam natyrisht rang më i vogël. Po kështu i thonë aty, ai thotë jo unë nuk du pushtet, i thonë kryeministi Arshëm. Pritet vëlla se s'e ka dam mend që det kryeminist. Ora rëndësi ka që këtë rotacion. Ministra, sepse thonë edhe këtë tjetër që ku ka sa dush kanë treg, sa dush. Rotacioni nuk bëhet në rrotën e gon tash më pa i zotin. Rotacioni do i vlerë, do i moral, tash është Po ku e ka morali ky? Jo më jo po them ky që do më marr. Jo ky që real, ku e ka morali? Ky që do më ardh, po ku e ka morali? Ore, ku e ka morali ky që i thot rinis hyni në Google dhe ne boni Rama Nudo. Ja, bota e pam fushatën e Trumpit e pam fushatën në Francë, kështu po bota. Unë nuk e di që kanë bota. Koncepti im si shqiptar se pranon kët. Dakor. Ka lëmojt e mi atje. Atë një gjë që thotë ky fundet e shifni Rama Nudo, unë se dukta. Jam dakord. Hajde. Amerikan pa dashur ta bëjnë? Dakor, po ka lëmoj shofi Nudo, anyhow, se gjithë mund të kena pa të gjithë.
Se boci me qenë krim e pa nudët janë klikimet më të mëdha në botë. Po si videot nudë. Kryeministri i Shqipërisë dalet thotë kështu. Po mirë. Natyrisht janë të likume, janë të pam, ato që janë për atë punë nuk e tjerë burr. Po, jam dakord. Po si e dire? Tash po të thotë. Takoj unë një politikan për shembull dhe sa po e takoj? Fillo bëj mohabet politike. Edhe më thotë, "Morë burr, na bëj mohabet tjetër, na ngeni politik." Ora unë sa shoh ty politik s'ka menë. Ti s'e bë punë tjetër. Ky tashin doli nudist. Nudist ka qenë. Mi pra nudist, kryeministër, piktar, ku dhe janë ma? Të shi, fletë për moral. E moralshme është ajo që përfaqësohet nga i grup njerëzit dhe e qytë moralshme. Nuk ka e moralshme për mua. O, Sharon me thonë gërë, po jo politika që s'ka moral këne, pasi shëkëri nuk kemi moral. Ato që thot ai, s'janë moralshme për mua. Po qenë moralshme për tjerët, bujëm le ta majnë. Për mua s'janë. Dakord. Për një grup njerëzit si bon ati janë. Dakord. Tash ti, se na orientove fare, mirë që s'po qoheshme në rraf tash. Ja. S'na po du fort çat. Ja. Atëherë, Gono, në qoftë se nuk ndodh, desha me të pyet tjetër gjë. Tash ky Rama për 12 vjet, jam dakord me ty që pushteti i gjatë, siç thonë dhe shumë politologë, korrupton të lodhe të bëjnë në tjetër, nuk di çfarë thosh më. Megjithëse ka raste në botë sa duhet që kanë qenë. Duket normale kjo pasaporta 2030. Mirë, pse nuk e di ma Europa deri në 2030. Po mirë bra. Ti e di shumë mirë. Një mendje mesatar shqiptare e din që varet nga gjeopolitika, mund të afrohet, mund të largohet data. Çdo të thonë kjo që data mos shiqi më erdhi mendje se shkova në Laprak për i takim. Edhe unë ngas vet makinën. Shkova atje dhe parkova përballë doli zyra PS-s. Mu përballë. A lash aty? Edhe hika, ishe 100 metrë ma ne ajo takimi të bëjshon. Shof aty, me Edin, me Trasha, dhe me PS-t. Me të vogla. Ja, me Trashin e, po si me Edin dhe PS, pa shko kjo më rëbur, po si me që ka PS-ja, rimor që ajo dhe, po kush je ti më vëlla, po me gjithë gjohë rrugës ty na fike rëbur. Po këtë ka bo... Po që shki më nga bëhe dhe rëbur? Po këtë ka bo Berisha, këtë kanë li përveç Sotosnami, po gabim për Po mirë, grip si mëra gripi pulë me mua, për shumë, si i bot. Po ne dumë edhe pate, me shumë edra, me shumë, ku di unë, cyqa, me shumë agrona të shkojnë bërë, në shkohet me njëre. A kupto se që është problemi, jem 35 kapituj, vetëm një nga ata, që është ai kapitull 27, që ka të bëjmë me disë, vetëm Cilçe Arit kap. Cilçe Arit në Tiranë, e disa është krahasimisht me të BE-s. Të merë. 50 fish ma keq. Ti thotë ka 200. Po jenë rrapa nuk e dia do ekzistoj BE-ja deri në 30. 200 ligjore, ose 200, vetëm një. Po në botë nuk e dia. Ky thotë do të çoj unë po i Po mund të përbohet BE-ja herë. Përveç asaj. Detyrat janë shumë vështira. Ky thotë vetëm me Edin, po të paktën thojmë me PS-n arbor. Po kjo vetëm me Edin. Kjo tradita jon e udhëzve tan politik. Pra buka misrit vin prap, ke buka misrit pra. Buka misrit, po se kanë bot kështu slogane, për shembull, vetëm me Trumpin. Tashi, po. Si kishte Trumpi, edhe ashtu, atë pas kopiu. Si e kishte Trumpi? Po Trumpi, vetëm Trumpi shpëtoi Shqipërinë, shpëtoi botën. Kishte shkruajt me, jo, atje. Atje më shkruajt më valla. Por Edi dhe PS, po vje keq. Po më Trumpi hoqi drekën. Për ato që ka themelu për Erion Braçën. Ato kanë themele të tjera. Për Pan Markon. Për gjithë ato që ka themelu PS vje keq burr. Ç'është kjo? Me Edi dhe PS. Kur ekzistonte pëse Edi thotë nuk e du pësënë, nuk e du. Ishte punë Merion Velin e dilte me do mjaftit. Kjo i tem që duhet... Po të snano gosme. Po në mik dokle. Po kjo tem e kulturës tonë politike dhe shëqërore. Pra atë që thamë fillim që thej edhe ti, Gënë ram dakord buk misri, zbohet frangjolle, thotë Limalla. Zbohet frangjolle më burr, këta jemi ne. Se edhe ato e kanë leju, edhe ke Berisha e kanë leju dhe ku jemi ne. Nuk besoj se ata në brendësi të vetes janë të kënaqur me këtë. Jo, problemi është ke Berisha shife poshtë. Ideja, po ç'kemë unë po them për këtë. Ideja që thjesht. Po mirë, më gëmthuj gjosin qert. A mendo ti se Partia Demokratike ka demokraci të brendshme? A është parti SPK-ja? SPK më është më ka pas probleme sa duhet. Çdo parti ka probleme. Po çfarë do bëhet 82 vjeç plus me ngarkesën që ka e me non gradën e me të gjitha. Ajo muri që ma Edi Ramën e bërë. Ai të bëj çfarë det, po që i vetmi që i bashkoi opozitën. Si të bashku opozita më thon. Po të bashku më se çfarë po. Po si shkërkunin ne u shkatroi. Po na shkatroi më burr, kjo ishte për arsian.
Në shkatëroj. Po mirë, gënë pysi jo, ne jo të mira, ka bo kjo Edi Rama 12 vjetë? Po si jo, që s'ka bo. Pra më regull. Kush tha ty që s'ka bo? Pse thashu s'ka bo, s'thashu s'ka bo. Qa do të thoj se gjonat mira që ka bo? Po, një gjo. Këto që shofim, këto rrugë që shofim, këto unazat e tjerë, edhe rrugë në shëtaran. Energji elektriku stabilizu, në me thonë, nuk është po si që ka qenë që ishte rrumë ka pra probleme pa dyshim. Disa aplikimet cilët letësojnë punën e njerëzve tjerë, por pushteti gjatë, ose që në gjo të korrupton edhe ky nuk e ka në dorë do të që ato si qënë këto, zyrtarët, ti boj njerëzor me 12 vjetë pushtet me katë. Ore, po si kam nuk du me kap emra. Ta themi jo se ke lujtë sporti. Po s'du me kap emra. Po 16 vjetë ministri i Europë, që është kuj më si i njofë, se që qafë si shkanë këta emra. Hiq për i ministri e fut me ministri. Që tu i këtë. Po që të e vëtëm njerës janë afrëkti, s'kanë t'i dhe fare. Pse kaj do më zdoshe në këto deputet e ministra ka 16 vjetër, po. Edhe për të fut lisat mëllme. Si që të rënë brasin lufti, pse të që që rënë lufti, pse? Jo, gënë, për atë problemi o qa ka fut, mi më të thejmë dhe unë ma pyte, për atë unë thejmë, ndash ke gjitha partit, këto që kanë ka 2-3 mandate, si që thuti, deputet, prit. Po Milva. Po, jo, tashi, këto që kanë 2-3 mandate, dhe dalin njërë ta provojnë. Dakor, po ta bëdhe për gjithë. Me gjithë dhe puna vetë ka zgjidhë. Po, tashi. Puna vetë ajo, a i del për marë ati, problemi o që ta bëjmë. Ideja, ja dhe i fjallë, duke thonë, këtu në politikë, me sa shofun, është kjo, arrijet qëllimi, për mjetin në mos pyet, ku arriti qëllim, qëllimi kërësore pushteti, nga cili përfitojnë gjithë këta, thonë, që më duhet dhe mua, më qohet ja, o maj minimum, që unë nuk jam për këta. Jam dakord, unë jam edhe për mjeti gjithë. Pra, është edhe vetë shoqëria jonë që rretho pushtetin me laj, me lule dhe kujdoj duket vetja i modë mësne. Problemi është, ajo po them një... Kjo në ajer, kështë më zbret në tokë. Ajo që thotë... Ore, zbresim tokë, mos morim shumicë, këtë nevojë edhe për sa partit tjera të vogla. Le tjetë, jo për mu, le të ketë edhe për këto, unë shkojmë atë, jo. Po këto që janë aty, që janë këto qori e ky, thurja, këto tjetë, në bohë aki. Do zbresim, më mandat në kardë, do zbresim tokë. Kade. Ti qëmë tuf me lërë njëri tjetët, ne vëzhe më shatarë. Kjo kultura balkanike në përgjithësi dhe jona shumë o keqë. Ne jemi klanor, ne jemi bayraktar. Të shim qëtësove, që ka kështu. U menohë se ka vëdhem kë. Problemi është që Nixoni thot një gjo, me gjithse i nodhe e që nodhe, për ishte politikan brillant, thot, nuk ka rëndësi sa do të rrish në pushtet. Çfarë do të bësh? Dhe çfarë do të lesh, legasi, do më të çfarë do të lesh, trashëgimin pushtet. Trashëgimia e politikanëve tonë katastrofë ajo që kanë lënë. Edhe të aftë, edhe të pa aftë, edhe që kanë lënë mrapa me korrupsione me gjitha. Tash puna është... Jo, nuk janë gjitha. Jo, kush më pak e kush më shumë. Jo, ka një shumicë të mos i... Jo gjithë, nuk thash liderët tonë. Liderët thash më tonë. Liderët ka qenë ministra, një gjo, Majhel Akrori ka qenë ministrën se i thonë këtyre transportit. Ore ti, Maqo jeton me pension, njëri super i nërshë. Po dhe dash ke palati Enver Hoxhës. Dash she. Me i palat pa ascensor të shi edhe u mërë të fryma me... Po sa të dush, në amik dokle. Unë po të them këto që kanë qenë krymër ti. 2-3 ka qenë krymër? Po pra një gjotë, një gjotë të tjetër. Po do të thotë... Sa si sport. E di pse them këtë, sepse një nga arsyet që unë jam rregull kësaj pune kjo, a mon më na shoh me urrëtet modë. Arri puna thot tjetër në status Facebook, kemi gjotë i fusim minat aty në 140 vetë që janë atje, po pritë Allah, pëse që kemi bone, po nuk hecën veni pa politike, do pra, mire keqe, politika ty të një keqe dhe më një urrëti jashtëzakonshme. Një keqe dhe më po jashtëzakonshme. Këtu gënë po nuk ka kështu. Këtu gënë mas ne, njerëzit kanë urrëti dhe pra të që janë sukses në biznes. Nodhi për viteve të fundit sepse korrupsioni mori për masa galopante, masive dhe njerëzit krijuan pushtim që gjithë njerëzit vjerë. Është gangrem. Dëgjoj tash, edhe i gjogën. Këtu, shqiptarët, urrëtin e kanë, ore, ato që më thonë, as kam pushtet, as kam gjo, që thonë për vlajnëta, që thonë për lucën, që thonë për tjerë biznesmen, se më gjithë që e kanë vrasë, sa i duhet,
ata janë njerëz Po janë njerëz shqiptari. Luca unë kam pas marrëdhënie pune sepse unë kam qenë ministër, Luca është marrë me peshkim edhe shpesh e kemi këmby. Ore punon si qenë më. Po shumë punëtor Luca më. Luca edhe në të mirën e përgjithshme ne atëherë kemi marrë një iniciativë për të hapur eksportin e moluseve, po thoshte e bëm, edhe ka 20 sa vjet ka ngel vend. Diti që në atë kohë, më men me përllogaritje, fitimi munguar nga eksporti i moluseve ishte $50 milion, që ne se morin për shkak të një konkurrencë të paneshme që bëjnë grekët, lobimi që kanë bërë atje. Edhe u la pastaj, Luca ka dhënë kontribut personal nga një gjë, unë kam respekt me njerëzit e punës, pavarësisht se ideve që tash desha ta them që ajo që thotë Korreti, gjua rreth e shqiptarëve është këtu në moj dhe shqiptarët, gjakun ta falin, suksesin s'ta falin. Po se di edhe mund të jetë kështu. Po, nuk ta falin, se nuk i futen vetë. Ore njëri. Kurse unë gjykoj që ke politika u bë me shumë zhurmë. O e kemi bë më bet tavolina. Mërzot nis po përmendni me emra mos e ti kemi. Problemi është që ore le themi Luca, vllajot, janë të afër din me din me kthy në lek, edhe ai mori Levinon thon Luca e ktheu një gërmadhe, ktheu në qytet, në park i bukur, 2 kinemot më të bukur janë aty. Po, tash unë nuk di me e bo, më dha. Unë kam thonë këtë, ma kishe dhonë mu Edi Rama, do thësha, po ti talësh me mua? Me më dhonë këtë gërmadh. Janë njerëz që dikujt ja jep Zoti me shkrujt, dikujt ja jep Zoti me lujt top, dikujt ja jep Zoti këtë, dikujt atë nuk ke pse merino tjetrin, se kjo urrejtje nuk çon kërkon. Mos më largon ajo që thash. Unë thash këtë, është krijuar një urrejtje për njerëzit në politik, s'ka qenë kështu, sidomos nga korrupsioni galopant i viteve të fundit. Po, jam dakord. Jam dakord se kjo urrejtje po krijohet edhe në botë në klasën politike sepse po shumë edhe në Amerikë tash ka filluar një lloj, domethënë kështu për politikën se kjo është kafshërore, ti thush, jo, a do me shpëtu Shqipërinë, fodhi minë atje dhe qira 40 hullin njerë, po çetu pomër por atë njerëz edhe nuk janë gjithë. Se një thotë, jo më se do fuzi, unë po them koncepti. Koncepte pse shqiptarët hajnë mas ekranit. Nuk është njëri, janë shumë njerëz që thonë edhe për këtë një gjë ka vepruar shumë negativisht korrupsioni masiv i vitet të fundit. Shpaku e shohin si shpresën e modë. Shpaku ka gabimit e dynjos. Po këto e shohin vetëm ka kjo pjesë që shqyqyq për futboll. Se gabimi ka sa dush, se domethënë pas një emision që u bë para një 2-3 ditësh për incineratorën e Tiranës, u bë nuk ka dalë, s'ka në incinerator, janë pagu lekët, përgjithësisht kryesor s'kan dalë. Pa dyshim, Gona, ka probleme sa dush, po me që e nisa, desha ta them, ti ke luajtur sport. Tash ti e ma men, unë e maj men. Dinamo ka qenë kampione absolute, pse si dilte do të njëri për para. A mund të kishte Partizanin basketbollin kom qenë me Tiranë 20 sa vjet. Tash ky nuk ka, e ka fushën bosh mërti Gon. E ka fushën bosh, Gon, e ka fushën bosh. Tu, po nuk kriju një mos ma bëk shumë mërë, po nuk ka nëse ky lut basha. Po mirë, ti thu këtë. Po mirë, si ja fal ti këtij njeriu, tash se tash bone me. Si ja fal Berishës si çka ka bën ky Shqipërisë 97, 98, gërdec, ka hudh ka vra njerëz më burr. Pas ka përgjegjësi prapë të do provojmë ne. Ore, unë jam për rotacionin. Ky nëse do vazhdoj. Po jo rotacion në rrotën. Jo vlla, ja pse thotë rrotën, unë them rrotën ta heqim edhe ta nëshem. Ashtu po. Rrotën jo ta heqim. Jo, rrotën nuk. Po bëjmë rrotë. Të heqim të rrotën jo është. Okej. Çfarë do të thonë ajo? Çim do të votojnë? Ti je Partia Agrare. Partia Agrare Kapitaliste është në listë me siç e thënë. Me koalicionin madhështor. Po thonë për rrotën e tjetër. Po. Me këto. Anat e move. Jemi Kenjishi, Kolona, kurse emrat janë ata që ne i kemi thonë, domethënë siç u thash, Matilda Matia, Edison Doçi. Janë me siglën për Partia Agrare. Tash emri ka Partia Agrare apo vetëm nuk ka parti. Nuk ka parti, vetëm emra, duhet dinë emrat e personave. Edhe kjo një emet e kodit, domethënë, bëj qëllimisht ato gjëra për në don partive të vogla. Gona, sepse nëse urgjentisht duhet ndryshuar ky kod. Patjetër do të ndryshojë. Po çfarë kodi je, Gona? Magjoritar, unë jam për magjoritar valla. Majoritari është shumë i mirë, po shumë i egër. Shumë i egër. Dhe mund të hyjë prapë sportet. Më i drejtë. Më i drejtë se ballem unë me ty. Unë çdo kot ka problemet e veta. Po ky i Kosovës për shembull mund gjan më i drejtë, po shikoj që edhe atje krijojnë probleme mas zgjedhjeve. Unë nuk e di. Di më thonë që ky më i dobët që është. Po, lamsha unë se mor vesh. Ky më i dobët që është. Okej, Ganduga të uroj suksese.
Mirë se erdhe, pas shkon me marë. Sukses edhe ty, që qofë marë, edhe sa herë dush, gati na ke.